أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Selamu alaikum. Erdhëm të podcasti, gati nga fundi, na qa zemra, na qa shpirti, e hapëm me Kur'an. Gjithë e njofin e gëzonin, s'ka nevojë për prezantim. Miku jon. Selamu alaikum vis. Aleikum selam wa rahmatullah. Me i herë kanë filluar për shumë komente dhe thot, njëri thot 27-a, tjetri thot 25-a. Ti ke hedhë një status ku ke thënë që shumë ndjesi kanë qenë për këtë natë. Për 27-ën, po, është e vërtet. Se dim çfarë do na thojnë vëllezërit dhe motrët. A kanë të njëjtën ndjesi apo kanë pas në një ditë tjetër apo do jetë 29-a se po ka hapësira për të gjitha. Zoti është përbleft bilbilit Kuranit i herë që na e lexoj surën Qadr, Zoti tash përbleft. Allah i nderoft, Inshallah. Faleminderit edhe për ftesën. Të bën që të kesh zot bukur si Dauti alayhis salam. Amin. Amin inshallah. Mashallah. Ku ke qenë? Kanë ke humbë? Unë po vi dera nga namazi i natës që u mbajt në xhamin kryesore të Tiranës, xhamin më të madh në Tiranë, xhamin e Namazgjas. Edhe falenderoj nga zemra muftin e Tiranës që ne ka bërë ftesën për me prezantu në xhami sot edhe falja diku në 6 rekate, ju priva xhamatit në namazin e natës. Alhamdulillah ndjenje e papërshkruar, ndjenjë madhështore, me thon drejtën, hera e fundit kur jam fal apo kam pri numër kaq të madh të njerëzve, ka qenë Pakistan 2018-19, kanë qenë dikun 12.000 persona, 13.000. Thë sot që shmura veshun, dikun kanë qenë 10.000. Mbi 10.000. Them drejtën, motiko nuk jam kënaq më shumë namaz natë, si atmosfere madhështore, zërimi perfekt. Xhamati mashallah duke ndjej çdo fjalë që u kënaqen me zonat e bukura aty, kështu që inshallah shihemi prag vitin tjetër dhe prandaj erdha edhe kështu hoq. S'ke pas mundësi as më ndru s'ka, që fal namazin direkt. Namazin e sabajt inshallah do t'ja fali. Zoti tash juve këtu pastaj. Inshallah, Zoti tash përbleft. Inshallah. S'ka gjë më të mirë vëlla që një dhunti që të ka dhënë Zoti t'ja kthesh atij me të mirë. Apo jo vëlla. Kjo është alhamdulillah. Domethënë ka shumë njerëz që kanë dhunti dhe i përdorin jo për gjëra të mira. Ngaherë bëhen sebeb që edhe të tjerët humbasin. Ty Zoti tash përbleft se ta ka dhënë i madhi Zot zërin e bukur, unë ta thash të mundsoft zërin e Dautit alayhis salam, por kuptohet kodrat dhe shpendet nuk t'i marrë dot përsipër vëlla se ishte specifik. Ato janë kodrat edhe shpendet vëlla që kemi biseduar me Daudin, prapi përkasin shkencës së të armës. Do vi koha që edhe shkenca do kuptoj një lloj gjuhe të kodrave të maleve edhe të shpendëve. Zoti begatoft na bof gjithëve që vullnetin ai ka dhënë ti përdorin për fenë e Zotit. Kemi pas tema interesante me visin gjatë gjithë Ramazanit. Dhe kemi pa për shembull kemi lingona që lëshonte kimikate për të lajmëruar. Njëra tjetër dhe ato kimikate akoma nuk po lexohen sot, kush është gjua për siç ishte për të urujt Sulejmani. Sot është pak a shumë edhe simbolika, po dhe është
e bukur me që hapi Është si dhe me. fest. Është si fest. Sa është podcast festiv besoj. Kjo është tamam podcast festiv dhe podcast që kemi nevojë për pak shpresë vëlla, se është në fundi, ndihemi pak si të groposur në kuptimin që kur I shohim to ditët e fundit, po mundohemi sigur të kishim pas mundësi me ndal këtë muin, mos më na ik, po jeta vetë është e tillë. E kemi nevojë ta shohim me shpresë, ta shohim me Gjoja që shpresojmë më shumë sot tani që sepse e thot selamun hiya hatta matla el fajr. Matla el fajr është deri në kohën e fajrit që hyn. Pra mund të themi që aty është pothuajse në përfundim ose ka përfunduar mund të themi nata e katërt sepse fajri ka atë idenë që hyn koha e fyrit edhe pak më mbrapa. Gjithsesi, gjëja më e madhe që shpresojmë, gjëja më e madhe që ne duam sot, qofse ka qenë nata e katërt, është që Zoti na ketë fal gjinafet. Është ajo që po thonit dhe ju, që ka thonë pejgamberi alayhis salam, men qama lejletul qadr, ai I cili falet natën e katërt, Zoti ja fal gjithë gjinafet e jetës. Disa me drejt, ne e gëzon kemi I gjon këtë emision, bile do t'ju tregoj I gjë shumë e lezetshme. Pak më mbrapa, të lutem vëlla mos harro, se si një mshan sot, jam mshan, po çuditërisht në këtë natë madhe, po të lutem kujtoje se zuta them që tani, që tjetë edhe çika audienca, se më kanë ndodhur gjëra të çuditshme të usjell me njërin mirë usoll keq. Pra edhe në këtë natë madhe, po do ta tregoj se është e lezetshme, domethënë përfundimi është interesant dhe shpresojmë se ne këtu në këtë podcast ti e ke palla, ke qenë pjesë, po edhe mund ta kesh dëgjuar kur ke qenë në kohën e lirë. Ne I pranojmë shumë sugjerimet dhe këshillat. Qofse njëri do me shku përpara, do t'i pranoj sugjerimet dhe këshillat, jo vetëm të vëllezër dhe motra muslimane, po edhe jashtë. Po. Dhe zakonisht thojnë, boni çat doni gjithë vitin e ju fal ka vetëm I natë. Ne I presim këto mendime me shumë respekt. Sepse duhet kuptojmë një gjë, dhe përplasjet e mendimeve nxjerrin në patë vërtetë. Siç ka thonë Imam Shafiu dhe dietarët tonë që unë kam gjithmonë drejt me mundësi gabimi. Dhe I thoshte tjetrit, ti ke gjithmonë gabim me mundësi saksie dhe le të hapur bisedën që të dali konkluzioni I artë. Kurse po thej gjithmonë unë kam drejt, s'ke thonë gjë. Thjesht je një fanatik dogmatik që nuk ke dhënë asgjë as për veten as për tjerët. Kto që thonë për shembull që ama I natë dhe duhet t'ja shpjegojmë që gjinafet që I ka bërë njeriu për njeriu nuk falen natën e katërt. Pra duhet të sqarojmë këtë pjesë. Qofse unë larg qofti kam po egzonit një ke padrejtësi, ke hyn hak. Por I kam marr lekun. Larg qofti kam po jo, e kam godit, e kam shajt, e kam ofendu. Se po flasim për njëri tjetrin që mos të kapim personazh që është jashtë nesh. Kjo nuk është falja natës katërt. Sepse edhe njerëzit që pyesin ngaherë pa nuk kanë takt disa, për shembull e bëjnë formë ofendimi, po ne duhet I dëgjojmë dhe duhet mundohemi të shpjegojmë. Kjo është rruga e profetëve. A kemi fol për gjithë profetët sa tolerantë dhe të mirë ishin? Tani, këto njerëz nuk kuptojnë vetëm një gjë. Që Allahu mëndshëm I qofshin fal krijuesi jon që na don shumë. Ai faljen e ka të madhe dhe me I natë ti fal. Pra ato që falen nga nata e katërt në natën e katërt tjetër, janë gjinafet që ne I kemi në raport me Zotin tonë. Kurse atyre që I ke bëu padrejtësi, atyre që I ke marrë diçka, atyre që I ka ofendu, duhet mi kërku Allahin. Dhe Zoti I ka fal ato. Por është ideja që të t'i falë edhe personi që I ke hyn hak. Ndryshe do t'i japësh nga veprat e tua. Ndryshe do t'i japi edhe ai nga veprat e veta. Sepse për shembull sot I dietari që të bukur transmetohet sot se një person u lut për një që I kishte bëu atij padrejtësi, është shumë e bukur. Dhe o Zot dënoj, dhe merri përgjigje të bukur nga Zoti. Thotë unë do ta pranoj ty, ta dënoj atë që të ka bëu padrejtësi, po në këtë kohë një tjetër që I ke bëu padrejtësi po lutet më të dënoj ty. Dhe kështu është jeta, mos bëjmë tani sikur vetëm ne na kanë bëu padrejtësi. Edhe ne kemi bëu diku padrejtësi, dhe po shkoj kështu, të bëhemi fanatik për të dënuar tjetrin, po dikush mund të jetë duke u lut që I kemi bëu ne padrejtësi. Atëherë edhe ai do dënohet, po edhe ti do dënohesh. E kundërta e të bomës halal? Kush e bën halal, Zoti e don shumë. Pse? I madhi Zoti qofshin fali ka emra dhe cilësi të përsosura, po I don ke robi kur I ka po këtë cilësi me gjithë të mangëta. Për shembull, a tham në natën e katërt,
me mallnit vet ai fal njerëzit e vet. Dhe ai është shumë i kënaqur kur shef robin e vet që fal një tjetër. Sa ai shefi gjë që e bën vet. Siç është ajo historia me Musën që mbasi hudhi shiun për atë, i tha Musa, po ky që ishte ti e ndalove shiun për këtë, tani e hodhe për këtë kusho. Po Musa tha, unë kam ndalu ke njerëzit e mi mos ta nxjerrin një njeri që bë gabime, do ta nxjerrin atë që ishte gabimtar. Dhe Zoti nga që ka cilësi, për shembull, Zoti është bujar, i don shumë bujarët. Zoti është i mëshirshëm, i don shumë ato që janë të mëshirshëm. Zoti është falës, i don shumë ato që falin. Dhe në ata kadrit, për të kthyr një përgjigje atyre, për të sqaruar edhe ne veten tonë dhe ato vëllezër dhe motra të nderuara që kanë qenë gjatë gjithë kohës me ne. Aktualisht unë jam në Instagram 3500. 1500 vëllezër edhe motra që na ndjej kanë qenë çdo ditë me ne. E çon vëllezër edhe motra që nuk në janë nda. E kupton, ju sot keni bërë ibadet madh. Sa theti ishin në xhami? 10.000 po, 10.000 thamë. Kurse ti je i sigurt që deri në 24 orë, afërsisht ne kemi qenë 300 deri në 500 vetë. Jo, po, edhe kë 5.000 që në masim neve nuk është fiks fare shu, se dikush e shef me familjen, dikush e shef shu që... Pastaj, ajo është shtim, po, e rëndësishme është që na kanë motivu, megjithëse unë kam tip që edhe në kafe tek me qenë me i person, unë do flas bisedën e të madhit Zot, siç na ndodh neve shpesh. Sa herë ulemi ne bëjmë biseda të mira, por kur ka dhe vëllezër dhe motra ti është problemi shkon më i madh. Prandaj vllai i thot gjithmonë bëni share, shpërndajeni jo për ne. Po ideja është për të dëgjuar edhe ai, sepse refleksioni që është pas sot në xhamia, refleksioni që është pas sot dhe shumica kanë qenë të ri, kjo është i gjë shumë e mirë. Sepse mendojmë që rinia jon sa më pak vese të ketë, sa më shumë gjëra të mira si dia dhe morali, më përpara do shkoj. Kështu që në natën e kadrit që mos të keq kuptohemi me ato që pyesin, ne duhet t'ia shpjegojmë atyre që fal Zoti gjitha gjinafet. Kurse hesapet që keme njerëzit, o do i lashën këtë botë duke ja kthy hakun që i ke marrë, ose duke i kërkuar halal, ose ditën e gjykimit nuk ka më lek, dirhem, dinar, ar, flori, euro, dollar, po do ketë nëse ti ke hyrë më shumë do japësh ti nga veprat e tua. Nëse ka hyrë tjetrin më shumë, do arrish që të lahesh edhe çdo gjë në ditë do vetë në drejtsinë e vet. Është ditë ku dhe nona nuk t'jep i grimc se vapi. Nuk t'jep, po ka i diçka. Tani se po dalim se kishim fare skenar, po unë kam qef ta them, sepse del njëri, tani Zoti është mëshiros i madh. Si thot 99 mëshira i ka rujt për atë ditë madhe, një mëshirë ka hedhur për këtë botë derisa edhe kafsha thot voglin e saj e mëshiron. Kjo është nga ligjet që ka vendosur gjithfuqishmi. Tani në ditën e madhe, ditës gjykimit, njëri kishte botë tjetrit i padrejtësi. Pa ajo padrejtësi e penalizonte shumë. Dhe i madhi Zot e shikonte që ai tjetri s'do të kurrë me Abu Halal e mate i natin pafund. Dhe Zoti i thot shiko lart, te e përmend Ibn Kathirin në tefsir. Shikon lart dhe kur shef lart, shef pasuri të mëdha, ndërtesa të mëdha, mjeshtësi të madhe, begati të madhe. Dhe i thot o Zot, kush është ai i nderuar që i ka këto? Tha i nderuar i thot Zoti gjithësisë që i ka këto je ti, po ja bën Allah vllajtat. Zot tha ja kam bën çast, Zoti jep plusën botën tjetër për t'ia bëu Allah vllajt vet ai që i ka hyrë në hak, për ta mëshiruar edhe atë më ashtu pasuritë edhe mjeshtësitë e xhenetit, se çdo njeri që hyn në xhenet është një mret, po edhe në të njëjtën kohë me mëshiruar një njeri i cili me vërtet ka bërë disa padrejtësi, po zemra ka pas pastër vendi, varet vendi ku ka jetuar, varet situata që ka qenë që i ka bërë padrejtësi, dhe Zoti i analizon dhe i bashkon. Ke morali që ne kemi morali, pra që ti vëmë që ta vëm pikën që bën të halal. Ta vëm pikën mbi i vëlla, Zoti mallnushëm fal gjinafet që i ka njeriu me Zotin. Këto i fal gjitha dhe ne shpresojmë tani që po mbajmë këtë podcast. I madhi Zot, i qofshim atij fal që është mëshirues edhe falës i madh, na i ketë fal neve gjitha gjinafet e jetës tonë. Dhe në të njëjtën kohë përveç kësaj edhe të na japi dhe të na ketë dhënë dhe të na i ketë pranuar veprat e mira që ne kemi bërë. Amin. Egzoni e lexoj suretul Qadr. Vetë fjala Qadr do të thot pozit. E Zoti kësaj nate vetë, si bonus për njerëzit. Ja ka vendos dhe emrin pozita, vlera, status i madh. Dhe e thotë zbritëm në natën e Kadrit. Çfarë ka zbrit Zoti në natën e Kadrit? Ka zbrit Kur'anin famlart. Atë që bilbili Kur'anit e këndon shumë mirë. Tani ne shtrojmë pyetje. Tani Kur'ani zbriti për 23 vjet? Apo zbriti me një natë? Është tamam. Një që është unë dëgjuan dhe thot kam qenë një në xhami, kam dëgjuar i hoç që thot
Por Kur'anin e zbriti Zoti sistemi jetese për 23 vjet. Kurse pse kufizoni vetëm me inat? Ky ke podcasti thot me inat, vëlla, këto kanë kundërshtim me njëri tjetrin. Hasha lillah. Dhe ne I themi durim, vëlla. Durim se do ta tregoj vëlla sot që më ka shajt. Po harrove zvimon podcast. Jo, po ka I gjop. Unë se harroj vëlla. E di pse nuk kemi në bon mendje me harru. Se mu po pres rastin aty po mbrim mendje, më thon orë se u kem muhabet. Se jam shumë interesant. Kishte qenë mirë me përfunduat muhabet tani. Jo, inshallah, jo sepse na hiç kanë sikletë se s'fundari vëlla. Po më do ta gjej mesazhin, po mirë. Po gjej vëlla. Po vëlla do ta gjej. Vëlla se dhe njerëzit ta morin vesh nuk po. Te sura 4 do se nuk po presim dot vëlla na tregoj herë. Ale më vëlla, ja ta gjej se sot kam pas shumë mesazhe, mos u mërzisni. Na e gjejm. Se kom fiksuolla se më ka shajt, e kupton, e kam këtu, nuk kam ku shkoj. Jo, po rregull është, e kuptoj që jo po ta morin vesh edhe neve. Edhe nga Italia, që janë shqiptarët e Shqipërisë, bravo I qoftë, halal e ka. Por që ishte interesant se duhet ta lexoj, se thonë pastaj e shpiku, Zot na fal, edhe thonë nuk është reale. Pse si bën screenshot ta kishë gjetë më shpejt. Jo, po janë shumë mesazhe, janë pak më shumë se sa ti bësh screenshot, po këtu më e kam se është e Italisë. Dhe do t'i bëj pyetje këtij djali këtu si do reagonte, se kjo është e bukur. Po, sepse ishte situatë me të vërtet edhe ku në natën që mendojmë ne që është nata e Kadrit, dhe kjo ishte ja ku e kam. Vjen një mesazh, vllai I dashur. Është përshëndes, jam një djalë nga Italia. Dhe kam vendos t'jap zeqatin. Deri këtu në rregull. A mund ta jap, se do reale do ta them këtë. A mund ta jap për ndërtimin e xhamisë? Nëse po, si mund ta jap të asaj xhamisë që nxorën në podcast? Po di. Deri këtu I var djali. Po. Tani unë si I var djali, masi e shoh pak më vonë se kam pas sot mesazhe. Më shumë se zakonisht, e shikoj unë. I them përshëndetje. Për xhamin mendoj se nuk hyn te grupet e zeqatit. Se kaq pata kohë, ja ktheva shpejt. Kur shoh vllai mesazh se egzagjerova që më shajti. Vetëm kur mas pak po jo t'ja fusësh kot më sot më. Kur flet për një gjë, o interesohu mirë o mos fol hiç. Ja ku e ke vlla. 3-9-3 Italia. Vetëm kam ngel me kësaj kështu. O vlla, isha not Kadri. Do isha qetësinë e shpirtit tim vetëm kur më vjen. Po jo t'ja fusësh kot. Kur flet për një gjë, o interesohu mirë o mos fol hiç, vetëm ngeli pa mshajt. Po. Se thash ç'a thash kur e pash, se po shifsha mesazhe e tjera. Tani vlla. Në Islam ka 3 forma për tu ballafaqu, me një që të fleti çik jo me gjuhë siç duhet. O do t'ja kthesh me Islam siç të fol ti folësh, lejohet. Qofse thot ju bëjnë diçka, kthejani me të njëjtën pa e shtu më shumë. E dyta është e lën, duron. Dhe e treta më e mira, e sqaron dhe ja kthen me butësi. Çin do bësh valla? Edhe cilën do bësh valla im? Domethënë të vitë I mesazhu çfarë do bësh? Edhe nat Kadri, ja, domethënë duke menuar që është nata Kadri. Unë vllaç kisha thonë bëre donacion. Jo, mirë, lejatë, po pse më foli kështu? Domethënë do menojse pse më foli kështu, valla, se si thash jo. O futja kod, o shive ta monos. Çen tjetër kush I thon po valla, bën deri lek. Jo, iku kjo është në rregull, po un kam mendimin që nuk hyn këto 8 grupet çështja xhamis. I kam thoni gjë tamam. Vallahi s'e di. Vlla, çfarë do bëje ti në këtë rast? Ke 3 alternativa në Islam. O do ja kthesh në minutë dhor vlla. Idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Ose fare, domethënë nuk I kthe përgjigje dhe e lën atë që preferoj mos ta komentoj. Okej, pas ke zgjidhje të rëndë. Jo, isha Jo, po preferoj mos ta komentoj. Si çanall, jo se do mësoj një gjë të madhe dhe nuk e di vlla. Pse e morën nga xhami? Pse mora këtë rast? Se kam po kështu. Se do dalim në konkluzion. Tani un naut Kadri vlla. Unë edhe pa not Kadrit jeti që ti jam, nuk është se boj. I shkruaj unë. Duke menduar që ke parasysh pse mërzita këtë vlla unë, duke I kthyr mesazh shumë të mirë. I them, ka 2 mendime, prapo me qetësi, po kështu stoike. Domethënë, kjo lloj përgjigje të mërzit kur tjetri është nevrikos në krahun tjetër. I them, ka 2 mendime për këtë çështje. Nga dietarët,
shumica thonë nuk hyn zeqati për ndërtimin e xhamisë dhe un kam marr këtë mendim. Po ka dhe mendim tjetër që janë një pjesë që thonë ke grupi fi sebilillah. Nuk është tema këtu për të sqaruar këtë. Edhe thash inshallah Zot na ruaj, pa e kam bërë timen. Po. Nuk e imagjino dot çam ka thonë. Nuk e imagjino dot. E peti çka ka thonë? Çfarë s'ka më që më ka thonë? Do të ke thonë Allah tash për bleft se më sqarove. Çka kishte not për ne, domethënë mësimi që mora unë. Marrim ne dy që jemi këtu. Marrin gjithë vëllezërit dhe motrat që na ndjekin. Nuk i dihet asnjëherë se si është situata, mos të nxitohemi në paragjykim. Shi çam thot. Më fal thot, se jam ngatruar me një djalë tjetër. Dhe të kam kthyer këtë përgjigje, Zot më fal. Pra, çka kishte ndodhur se më poshtë, jo i them s'ka problem, por thash sot natë e ktheja pak me të qeshme kur më thot kështu, se më thot pastaj mund t'ja jap zeqatin një të afërmit tim, dhe unë i them s'ka problem i thash, por sot nata e madhërueshme duhet jemi të qetë. Edhe për pyetjen që më bëni i thash, "Ok, mund t'ja japësh nëse është në nevojë." Ha, thot ky, pastaj se e kuptoi që unë pyetosh edhe sot, ke shumë drejt ma bëj Allah sot, po nga pagjumësia kam qenë pak i lodhur dhe u ngatrova. Është një çun thot që kur bisedojmë flet goxha, por nuk i argumenton. Dhe un kam menduar se i kam shkruajt atij. Dhe më thotë një gjë tjetër, shive se si kthehet tani një situatë që ti mund keq kuptosh, kthehet mirësi të madhe kur ke durim edhe i thu gjën e duhur. Faleminderit thot kur i thea përgjigje për atë që më pyeti, Zoti ta shpërbleft, shive tani, se kam një ndjenjë thot. Sot që s'ka dyshim që është nata e 4-rit, se sapo ra dhe një ves shiu në Itali. Dhe unë i bëj një. Po, shumë. E pepe se. Mashallah, shumë rasti. Sa interesant. Tani Praktimi- mund t'isha mërzitun, po, edhe mund t'isha kap. Ti thosha a pyete vetë më valla çfarë ke që më flet kështu se s'takon për borxh. Po s'është. A jemi ke profetët pra. Kështu i kanë bërë profetët njerëzit për vetë. Kjo ishte ngatresi. Ai shkreti, ka qenë tu ja çu i pak i lodh, me ja kthy përgjigjen shokut vet. Dhe ka rastis që ma ka çu mua me më sprovu për natë 4, se mesazhet e tjera ishin shkëlqyeshme. Dhe kur i ke shumë gjëra të shkëlqyeshme, të vjen një kështu të vret më shumë se sa kur të vjen vetëm kështu. Është si puna jetës. Jo, i 100 mesazhe me i pas Zoti ju shpërblet gjitha, një me thon ama se juve të ngelet ai. Ajo të ngelet. Pa e di pse? Se kush e morin sprovën më të madhe në jetë? Një që i ka hec dyst koha. Se një që sprovohet gjithmonë ai është normale kur e, domethënë ruan jetë, thuhet, kur i ke gjëra të gjitha mirë sa aty po traj sprov dhe vret shumë. Kurse gjithmonë sot kam çunin smun, nesër jam i çik vet, pas nesër s'kisha lekë, kështu çado që me të rati je mësu, je imunizu. Kurse Hafizi nderuam bilbili Kuranit famlar, qofse e ke gjërat shumë mirë, do të më lut Zotit mos më sprovu për jashtë se aty e ndjen shumë, aty kthehet në shok dhe nuk ke imunitet për t'ju mbrojtë sprovës. Prandaj kjo botë është shumë mozaik i madh dhe nuk i dihet asnjëherë, sepse kur të don babai, vëllezërit shojnë pus. Kur vëllezërit shojnë pus që të shkatërrojnë, Zoti të shon shtëpinë e ministrit. Kur shkon në shtëpinë e ministrit, mendojnë që arritë shumë, në fakt nga shtëpia e ministrit mund të shkosh në burg. Kur shkon në burg që futesh brenda atij kafazi dhe ti thu mora fund, aty mund bëhesh dhe i pari botës, kjo ndodhi me Jusufin alayhis salam. Nga kjo thënë dietarët, jeta është një mozaik që asnjëherë nuk i dihet ku është dobia edhe ku është dëmi. Deshta me bën një pyetje. Patjetër. Jo di që s'vaj pyetje shumë, po e kam një pyetje. Patjetër valla. Lime edhe ne aish, pse jetojmë? Po ta bëj një pyetje kështu. Po ke po pyetje të madhe vëlla. Pse jetojmë? Ne jetojmë për atë që thot Zoti gjithësisë në Kur'an, në atë ditë do të ketë fytyra të ndryshme që e shohin drejt për drejt Zotin e tyre. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma'idhin basirah. Ti the vëlla pse jetojmë? Dhe unë po të them ajetin e Kuranit sure Mutaffifin, do ta shohësh në fytyrat e tyre dritën e mirësive që po përjetojnë në xhenet. تعرف في وجوههم نضرة النعيم
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Ti pyet e vëlla pse jetojmë, e unë po të them ajetin e surës Yasin, paqe nga Zoti, dhe kjo është fjala që vjen nga Zoti mëshirosi i madh. سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Pyeti vllai, për çfarë jetojmë? Ne do themi jetojmë për atë që jetuan pejgamberët. Vllai pejgamberit jetuan për ta pasur Zotin e gjithësisë. Njeriu do kaloj, nuk e dia e kemi bënë një bisedë, do kaloj në botën tjetër fytyra e tij në 4 etapa. E kemi bënë këtë bisedë? Ja. Etapa e parë është kur ringjallet. Jo me tëbja të lugjuat e suat të lugju. Ringjallet dhe është nga të mirët, thot disa ringjallen me fytyra të bardha, disa ringjallen me fytyra të zeza. Me të bardha njerëzit e mirë, fytyrën e zezë për mëkateve i keq. Kjo është ringjallja. Afrohen engjëjt, shpërndahen librat nga e djathta, rëndon peshorja, ndron fytyra besimtarit vëlla. Ka thonë ujuhu yawma idhin musfira dhahikatun mustabshira. Fytyrat e tyre kthehen thot si të florinta. Janë të qeshura dhe në zemër të gëzuara. Nga fytyra e bardha tashmë merr nuancat e arit, floririt, të diamantit, një ngjyrë të verdhë të bukur që sundon. Pastaj kur ka libri nga e djathta, kur peshorja është e rënduar me vepra të mira, Zoti thot udkhuluha biselam, dhalika al-yawmul khulud. Dhe këndosh të vëlla. ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Allahu Akbar. Thot Allahu Akbar. hynin në xhenet. Me paqë, kjo është dita e përjetshme. Allahu Për ju ka çdo gjë, tek unë ka edhe më shumë. Subhan. Kush është më shumë valla? Është pamja e Allahut të Madhnueshëm. Allahu. Tani, ajeti që lexoj nga sura Mutaffifin është ajeti i cili thotë do ta shikosh kënaqësinë që po përjetojnë ato nëpërmjet fytyrave që kanë. Fytyra e parë tha me bardh, fytyra e dytë e florint, më e bukur, fytyra e tretë ujuhu yawma idhin naime. Fytyrat e tyre kanë përfituar tashmë mirësi. Çfarë mirësie? A hyet vëlla në xhenet? Gjoja parë, ju është dhënë rini, s'do plakeni më. Ju është dhënë jetë, s'do vdisni më. Ju është dhënë shëndet, s'do smureni më. Ju është dhënë kënaqësi, s'ju shtërron më. Dhe fillon njeriu sheh pronat e veta, mirësitë e veta, veprat e mira tashmë janë përkthyer në xhevahirën, pronën, tokën, mirësi. Zoti i ka fut vendin e përjetshëm me të gjitha bukuritë. Fela ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati al-ayun jazaan bima kanu ya'malun. Nuk e din njeriu çfarë është fshehur nga kënaqësitë e pakufishme të Zotit për shkak të punëve të mira që i bëri, për shkak të natës Kadrit, për shkak të agjërimit të Ramazanit, për shkak të namazit, për shkak të sjelljes mirë me prindrit, për shkak të ndërtimit një familje, edukimit të fëmijëve, vepra të mira për çdo fushë që ka urdhëruar i Madhi Zot. Fytyra e tretë, fytyrat e tyre thot tashmë ka të marrë mirësi tjetër. Domethënë po ti shikosh ti e shikon që ky njeri tashmë posedon mirësi të madhe. Kjo është e treta. E katërta që është i fytyrë, pamje e fytyrës që nuk ka koment. E lexuam bashkë në surën Qiyame. Ujuhu yawma idhin nadhira. Në ditë ka fytyra që tashmë shndrisin, sa edhe dielli është asgjë. Realisht, si do thush ti dielli s'është asgjë, po se dielli është krijim kun fe yakun. Dielli është bëhu dhe është bëhu. Po dielli s'e ka pa Allah.
Kurse për këto fytyra që po flasim këtë rast janë çasti që njerëzit shohin Allahun. S'ka diell e yll më këtu valla. Këtu nuk ka koment çfarë pamje dhe çfarë nuri dhe çfarë drite dhe çfarë niveli dhe çfarë pozite dhe çfarë madhështie krijohet ke njerëzit e xhenetit që ndoshta janë krijesa parë që e shohin realisht Zotin e tyre. Subhanallah. Siç janë xhenet stabilizuar, këtu janë akoma me fytyrën e tretë, pra pamjen e fytyrës tretë që tham, që i ka mbuluar mirësia. Ujuhu yawma idhin na'ima. Fytyrat e tyre e mbuluar me mirësi. Vetëm Zoti e din, mirësitë e xhenetit ta japin edhe në pamje. Siç janë duke u kënaqur në xhenet, in ashabul jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Shika Kur'anin. Kënaqësi kur jemi afise e shkëmben. In ashabul janna. Banorët e xhenetit sot janë thelluar të u kënaqë. Janë thelluar në kënaqësi. Hum wazhajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'ik. Ato dhe bashortet e tyre. Në përhije pemësh, në përburime, në pulumen që rrjedhin po kënaqen pa mas, në vendin e përjetësisë. Akoma s'janë kënaqë mirë. I vjen i zë, a jemi në përfundim të kadrit, ja vlen kjo gjë valla, që po themi. Vjen i zë dhe i thot, ju ka ftu Zoti i gjithësisë në një gosti. Zoti i gjithësisë në një gosti, në një fushë që quhet Efjah, edhe emri është përmend. Fusha quhet Efjah, kështu e ka emrin. Dhe thot xhenetlit veshin rrobat më të bukura. Përdorin deodorantet më të bukura, maksimumin e asaj që kanë xhenet, dhe nisen si musafir, si të ftuarit e Zotit gjithësisë. Shkojnë dhe gjithë secili t'i është vendosë emri dhe vendi. Ka vendet para, vendet fundit, po thot pejgamberi alayhis salam, ai që është i fundit nuk e ndjen dhe ai që është i pari nuk është më sipër dhe nuk është më i madh se ai që është i fundit. Gjithë secili në atë vend ka nivel të lartë shumë. Pra është i vend që asnjë s'duket i vogël. Gjithë secili është maksimalisht i kënaqur me atë vend. Dhe duke qëndru, na ka ftu Zoti i gjithësisë, po çfarë do ndodhi? Vetëm kur për herën e parë dëgjoj një zë që vjen, po që hyn deri në thellësinë e zemrës dhe hyn në çdo përtham të qelizës. Ejne ibadi alladhina ata'uni wa lam yarawni. Ku janë njerëzit që më kanë adhuruar pa më parë. Pra më kanë adhuruar se kanë parë universin, kanë parë diellin, kanë parë hënën, kanë parë malet, kotrat, detet, oqeanet, qelizat, yjet, planetet, Big Bangun, vrimat e zeza, energjinë e errët, materjen e errët, çdo gjë, meteorët, asteroidet, çdo gjë që ka ky univers, kafshët, shpezet, insektet, atomet, elektronet, protonet, çdo gjë që ka krijuar i madhi Zot. Por Zoti që i ka krijuar të gjitha këto se ka parë, është shumë interesant forma se si. Dhe ai thot, ku janë njerëzit që më adhuruan në bazë të dijes, po s'm kanë parë akoma. Selamun aleikum. Paqja ime qoftë mbi ju. Një zëri të gjithë ato që janë atë vend të thojnë, Allahumma ente selam, o Zot ti je paqja, o minke selam, nga ty vjen paqja, te barekte ja tel xhelali wal ikram, sa i madhërishëm dhe sa i lartë o Zot. Po flasim xhenet, kanë kaluar gjithë etapat, është njoft mirë Zoti i gjithësisë, po s'e shpa akoma. I madhi Zot do t'i thot, fes eluni hadha yawmul mazid. O njerëzit e mi, sot keni privilegjit, dhe t'ja ulej që çat kërkoni, kjo quhet dita që unë shtoj mirësit. Dhe me drejtë vlla, do t'i thojnë, o Zoti i madhnushëm, fytyrat tona na i zbardhe. Mirësitë e mëdha na i dhe, xhenetin na dhurove, përjetësinë na e sigurove, s'duhet më asgjë gjë çat kërkojmë. Me drejtë vlla se nuk e kishin ndër ku po shkonte situata. Dhe Zoti i thot, hadha yawmul mazid, fas'aluni. Por sot e keni avantazhin, ja u kam lënë unë të më kërkoni çfarë doni ju. Pra një privilegj, një pritje bujare. Zoti një nga emrat e ka El Kerim, bujar i madh. Dhe thot bin dakord gjithë që t'i thojnë Zotit, o Zot du mi gjë që ti t'jesh gjithmonë i kënaq me ne. Për shembull si lutemi ne në një dua profetike, Allahumma inna nes'aluka ridaka wal janna. Zot lutemi që t'jesh i kënaq me ne dhe të na dhurosh xhenetin. Me qenë Zoti i kënaq me ty është grada më e madhe. Radiallahu anhum wa raduan. Ato janë të kënaqur me Zotin, Zoti është i kënaq me to. Dhe vjen puna vllai dashur që kërkojnë dhe Zoti i thot, o njerëzit e mi, unë jam i kënaq me ju dhe s'do të hidhrohem më asnjëherë dhe
unë ju kam fut në xhenet vetëm nga kënaqësia që kam për ju. Pastaj i thot, hada yawmun mazid fas'aluni. Kjo është dita që shtohen mirësit, lutmuni prap dhe këtu vëlla për herë të parë. Edhe kjo është, si më thon, kulmi i xhenetit. Se ti u bore se vëlla ç'a pyete? Pse jetoj? Pse jetoj? Subhanallah. Çdo njeri jeton për shumë gjëra, por gjëja më kryesore është jeton për ta pa Allahun më shumë. Dhe këtu i thot, lutuni se kjo është dita që unë shtoj. Dhe bin dakord që të gjithë dhe thojnë, o Zot, atëherë me që po, sepse në fillim e kanë dhe turp dhe është gjë shumë e madhe, në botën tjetër ja kanë kuptuar pushtetin sa i madh është dhe kanë frikë, dini historinë e Musait që desh me e pa dhe u shkri mali i madh dhe kanë frikë ti thojnë në fillim o Zot në kuptimin e mirë që si mund të kërkojmë një gjë kaq të madhe se e kanë kuptuar më shumë botën tjetër sa i gjithfuqishëm i thot diçka e bëu dhe ajo bëhet. Kur ja hap perdet dhe i thot kërkoni se do t'ju jap, mbasi kërkojnë disa gjëra, thojnë gjën e fundit, o Zot, në qoftë se me të vërtet ti don, na i iqe perden e nurit tën, ta shikojmë madhështinë tënde. Dhe Zoti thotë heq perden e tij dhe për herë të parë çfarë ka të bëjë me krijesat që ne njohim, se Zoti është i pafund. Zoti ka qenë gjithmonë dhe do të jetë nëse tim sa gjëra tjera ka krijuar. Ne po flasim çash në dimensionin e këtyre 7 qejve dhe tokës që njohim ne. Pra mas Big Bangut e mbrapa, Zoti është i përjetshëm, ka qenë gjithmonë. Ne po flasim për ne. Hera parë që i krijes e sheh Zotin e gjithësisë janë ato që janë në xhenet në këtë çast. Thotë heq Zoti perden e nurit dhe dritës. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, qofse Zoti do ta hiqte perden e madhështisë tij dhe dritës tij dhe pamjes tij, deri aty ku shkon shikimi i tij e shkrin në çast. Pra, nga bukuria e tij dhe nga energjia jashtëzakonshme, njeriu safrohet dot me diellin, jo më me gjëra të tjera. Në xhenet i ka kriju kushtet i madh. Thotë sikur Allahu mos kishte vendosur që të digjen banorët e xhenetit, kur shfaqet Zoti gjithsesi çdo gjë duhet digjet në çast. E ka caktuar ai me madhninë e vet që ta shijojnë pamjen e tij. Të kënaqen pa mas, e imagjino tani organizmi jon që e ka kriju Zoti, me zorë pret që ta shohë kush është krijuesi, që e ka bërë kaq perfekt. Dhe thotë e shohin Zotin e gjithësisë dhe pejgamberi alayhis salam thotë Sahihul Muslim. Kur e shohin Zotin e tyre thotë nuk i përqendrohet në zemër gjë më të dashur se sa pamja e tij. Pra e shohin iku xheneti. Në atë çast kur janë duke e pa, në zemrën e tyre thotë nuk përqendrohet asgjë më e dashur se sa pamja e Allahut mëdhshëm. Ndjehet një kënaqësi, ndjehet i lumturi, ndjehet një gëzim që tashmë krijesa po shikon realisht krijuesin e gjithësisë, të madhnushmin Allah, atë i cili ka krijuar gjithçka dhe njeriu me këtë motiv kaq të madh që të fitojë xhenetin, po që të ketë avantazhin dhe nderin që të ta shohë atë që e ka krijuar. Këtu njeriu lumturohet dhe dashurohet me Zotin e vet. Dhe në fund fare ka thonë gjithë secilin e merr Zoti dhe i flet. Dhe i thotë o robi, kjo është shumë interesant, se jemi me natën e Kadrit, që fal gjinafet. Thotë o robi im, unë jam Allahu, i gjithfuqishmi, i gjithpushtetshmi, më ka të falë si formësuesi, i lartë, i drejti, i pajshmi, i shenjti, o Zot 99 emrat, po në botën tjetër, nga që janë hap dimensione tjera, shfaq dhe emrat tjera. Dhe njeriu i thot po Zot, po Zot, po Zot. Unë jam ky thot, atë kujtohet në dynja që ke bëj gjinafe ndaj meje. Edhe i përmend vetëm ca çaste, kujtohet ky mëkat, kujtohet ky mëkat, kujtohet ky mëkat, derisa njeriu për çastin po mendon, mos e kam hidhur Allahun e madhnushëm. I thot o Zot, ai e hidhru me mua. Kjo është plap i plus, domethënë, ke bëj gjinove sikur të kam ngret Zoti jot. Kur ja thot disa gjinovi, thot mos të kam hidhur o Zot. Thot, unë të kam fut në xhenet o robi. Ti isha hidhru nga këto gjinafe, ti s'do kisha hyrë në xhenet. Por dije se unë jam Zoti falës dhe mëshirës i madh. Ti ke bë, unë ti kam fal. Ti ke bë vepra të mira, ti kam pranuar, kam prunë në xhenet. Allahu. Dhe fjala e fundit që thonë banorët e xhenetit, në dynja nuk e pam Zotin, po e kuptum. Kurse në ahiret e pam Zotin, po se kuptum tot. Sepse është aq i bukur, aq i madhnushëm, aq i gjithfuqishëm. Sa do kapacitet ke xhenet liu, prapë se përmbledh dot. Sepse krijesa si është s'ka për të arritë ta kuptoj totalisht krijuesin e vet. Po sa të arrim, elhamdulillah.
Shiko çka kuptova nga gjithë kjo, Inshallah. një gjithë kjo historia, se ti e di që ngacmohesh, po dhe mund ngacmon në gjërat që më tregon. Pozitivja është që Zoti ka dëshirë të shfaqet robën në xhenet. Dhe xheneti do mushet plot. Patjetër. Edhe siç është falës, mëshiruese të gjitha, kështu që kam përshtypjen e unë, inshallah qofshim prej atyre që Amin, do ja heqi këtë perde edhe ta shohim. Amin. Bilal Teqa shkruan një koment. Thot, shumë selam thot Hafizit. Allah ndero. Dhe ju Imam Visit thot, e gzoni na knaqi sot me zërin, si Bilbil, e zbukuroi edhe më shumë namazjan. Zotit nderoft Imam thot, Visit thot që u bërë se bërë të knaqen zemrat e besimtarëve me idenë duke na sjellë gzon. Allah nderoft. Bilal, përshëndesim. Zotit begatoft, Zotit Zotit nderoft. Allahu të rujt, Allah të rujt zonin. Amin. Unë sinqerisht duan që e ke bati më ka Po. prejkë shumë edhe muj me thonë që prej hoxhallarëve që bajnë doa mas mirti në botë mund është më konë ti. Kështu që nduket e Zoti pabesueshme, por po e thot një njeri që ka ecë me Kur'an shumë. Edhe Allahu shpërbleft vllaun, hoxhën tem, Amin. sheikhun tem, që është bo sebeb, realisht me qenë se du namazgjo, Allahu shpërbleft Amin. se unë kumorën për hoxhën, pastaj me hoxhën pe djekën apo plan që me qenë sot namaz. Xhamis namazgjas. Unë kam qenë ke xhamia dhe e kam përmend edhe këtu o xhihan fi dunya wal akhirah Po min mirë al-muqarrabin. karabin. Na. Edhe Bilali po ndonte nga sura Ali Imran, Zoti ja shpërbleft. Por kuptohet që në Islam ka i gjë që Bilali bëri vepër të madhe që jo shumë e bëjnë në vllajin. Kur po më thoshte, ty të kishin thënë dhe tjera, Po, normal. Dhe kush do fitoj me fe? Kush do fitoj? Do fitoj ai që do vej fjalën e Zotit dhe fenë e Zotit përpara budalliqeve që i thot nefsi vet. Mashallah. Dhe Bilali ka zot bukur. mashallah. Dhe zakonisht ai gzon një që ka zot bukur nuk ka qef të vinë një me zot bukur. Shumë e vërtet. A shumica nuk e duan valla. Shumë e vërtet Allah. Kishte Bilali kishte vetëm një qëllim, xhami, më aq sa kuptova unë valla. Që të kënaqen njerëzit mos është gjinaf. Me që kishte problem me zërin, ai ka mendu, kush mund ta kënaqë këtë xhamat? Edhe ka mendu për Mashallah. për Zotin e ka. Jo, po e kam mësuar dhe keq çemotin se duan gjithë zot bukur kene Po, pas jaja jo, të po shi. ashtu i takon. Jo, po Inshallah. Ushton të xhamia. Ashtu i takon. Jo, mashallah. Ushton të xhamia me amin. Po, vallahi, Subhanallah, e alhamdulillah. përjetim ka qenë sot madhështor, E vallahi. ka hu dhe visi Po, një një shkëputje. video, një shkëputje me Aminin për Pra. Zotin të bote mish i kokër. Kush është mesazhi se do na dëgjojnë shumë njerëz? Unë për shembull në Instagram jam 3750, ieri ishte 4000 sa. Duhet të kuptojmë gjë valla që të kuptojnë njerëzit çështjen e besimit. Ne do ecim para me besimin po flas me këto vepra. Se këtu jemi në sfidë gjithë. O vlla, s'jam mund se më ka ndodhi gjë të vimë një herë që këndon bukur prap. Sepse njerëzit nuk e din, njerëzit nuk e kuptojnë hoxhën edhe me bona i marifet. Dakor? Hajde se po gjej një që s'ka zo, që njerëzit thojnë, disi o puna, ku o më vlla Bilali, se na çmeni ky që ishte sot, kur do njeriu me anu fe nga nefsi vet. Dhe në këtë rast, unë ja thash, po Zoti ta shpërblej vlla, me që po vjen egzoni, po pati mundësi, do vi, dhe egzoni shiqyr Zotit ishte edhe me fuqi e fizikisht mirë, dhe Zoti ja shpërbleft, e janë kënaq vëllezërit e motrat me Kur'anin që kanë knu këto të dy vëllezër, po kjo duhet të jetë metodologjia, duhet të jetë njëti. Kush për Zotin ka i transmetim o vllajim. Musa jo ankohet, po e pyet Zotin e gjithësisë. Pse i përmend kaq shumë Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin? Dakor? Se Zoti i përmend në Kur'an shumë, po Musa në Teurat e kishte pa që i përmendte shumë dhe në librat e mëparshëm. Po Zoti tha, çka kanë bërë këto tre kaq shumë që i përmend kaq shumë? Mirë Ibrahimi, po Ishakun, Jakubin. Ka thonë, Musa dije këtë. Sa herë është përplas thotë dëshirat e tyre me fjalën time, kanë vënë fjalën time para dëshirës tyre. Kjo është themeli i fesë. Qofse ne do e përdorim fen si disa të humbur të popujve të mëparshëm, kur na interesoj ja vlen, kur s'na interesoj hikmër çafeje, atëherë ne s'kemi besu me sinqeritet e kemi kthyr në interes individual. Kur shekurun i them, o Ekson,
kam qefun të knoj ke namazjaja, kur s'kam zë vlla tani, kur e ka këtë dhunti është gjinavi i madh. Një tjetër për gjë tjetër, një tjetër për gjë tjetër. Atë që thamë dhe në fillim, një është për shkencë, një është për një gjë tjetër, një është për izanat, një është për këndim Kurani, një është për një fushë tjetër. Shiqysh Zotit, gjithë secilin e ka kryer Zoti me një dhunti. Dhe e nisa ke Bilali për të dalë ke Ibrahimi a.s., ke Ishaku, ke Jakupi, që gjithmonë kur është një dëshirë e tyre, jo normale, se robi ka veset e veta, shtyrjen e veta, cytjet e shejtanit, dhe është fjala e të madhit Zot që është e drejta. Ora unë larg qof du ta shaj egzonin, se di Kur'an më shumë se unë, për shembull, po them, por Zoti ma ka ndalu, nuk e shaj. Po e kap si shembull se jemi bashkë këtu. Ky është besimi. Nuk duhet thot nefsi shaje, sepse ke mirë mund të kesh zili, dhe Zoti thot larg zilis, larg smirës, larg urrejtjes. Po zbatum fjalën o Ibrahimen ledhi wafa. Ne kur shkëmbem Kur'anin, është knajsi e madhe, valla shkëmbem ajetet me njëri tjetrin edhe për Zotin, se e kemi edhe çik festive sot, ai. Ja, mashallah. S'kemi fol fare me vëllezrit e me motrat për shkak me mesazhe. Shumë lot thot njëri thot janë tërë sot, se pas ka emër kështu most wanted Tirana thot. Shumë lot janë tërë thot sot namaz në xhamin e namazjas ka duaja e fuqishme e Hoxh Bilalit. Allah është shpërblet me xhenet. Po shkojmë drejt po shkojmë drejt asaj që edhe ju po flitshit. Edhe thot një ylle heri thot na kënaqet shpirtin me këto ditë fundit që po na mërzit thot se po ikun kaq shpejt ky muj bekuar thot. Mashallah, mashallah. Tani qofse na thojnë vëllezërit e motrat cilën nga ditët kanë pa dhe mendojnë që mund të ketë qenë nata kadrit. Unë jam ke 27. Unë jam te 29. Mirë. Por ta më bëjës me. Patjetër, po shenjat unë jam te këtë vit 27 edhe. 27. Besoj se nuk e di vëllezërit e motrat çfarë ideja kanë. Nga na me knuna ilahi vëlla shiba. Vallai. Ai salavat na ilahi çfarë do i zemra. Shakiullah. Unë me thon drejtë. Shakiullah. Do të pyesësh mua le lirin. Okej. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Oj që keni besuar boni dhe salavat, se Zoti dhe engjëjt bëjnë. Allahumma salli ala سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الموين مشير اسمع فال زوجنا تيمم يفتن موعدا شوري الله Vizitoj mistri, vizitoj misvjetër, ndoshta s'jemi bashk në Ramazanin tjetër, ndoshta s'jemi bashk në Ramazanin tjetër. Mashallah, mashallah, mashallah. Dhe kjo është me dhonën si këtë Ramazani, inshallah jena prapë bashkë Ramazanin tjetër. Qatë këtë shkruajt i madhi Zos, kemi vendimi i tij është më i mirë se sa dëshirat tona. Çfarë dëshirojmë madhnushmi, ajo qoftë. Qofse ai e shef që do bëjmë jetë me vepra të mira, e shtyrëm. Qofse ka ndonjë rrezik, vetë pejgamberi alayhis salam ka thënë ka i lutje të bukur vëlla. Ka i lutje të mrekullueshme. Allahumma inni es'aluka fi'l al-khairat. O Zot, lutem ty të bëj sa më shumë vepra të mira. Wa tark al-munkarat, dhe ti lej veprat e këqija. Wa hubb al-masakin, dhe ti dua njerëzit e varfër. Qofse Zot ke vendos që ti sprovosh njerëzit e tua, e njerëzit e tuaj, më merr mua tek madhështia jote përpara se të vi sprova. Kështu ka pas lut. Pra,
ka disa raste kur do vi puna të shkoj shumë më keq, Zoti i merr, si tham për kiametin, ishim dhe duke e fol. Bjen aromën e mirë edhe i merr përpara se duhet kiameti. Pastaj ka thonë mbyll këtë dua, Allahumma inni as'aluka hubbak. O Zot, unë lutem shumë për dashurinë tënde. Dashurinë atyre që duan ty dhe dashurinë për veprat e mira që më afrojnë tek ti. Te duat e pejgamberit kanë qenë pranver, kanë qenë esencë, kanë qenë mjalt, kanë qenë xhevair. Nga esenca e Kuranit famlar ai bonte lutje. Prandaj vllase e nisëm kjo ajo që qofse Zoti na lën për hajër. Qofse Zoti na merr mos sot, edhe sikur mendujet mas 100 vjetësh, ato kalojnë vllai 100 vjet. Pra do shkojmë ke i madhi. Nuk po bëjmë si devotshëm, po themi një realitet. Dhe vdekja ka që kur doj me të morë, s'keti mundësi sa do mos t'kesh dëshirë. Nga netët më shumë që përmendën të 23 dhe 27. Edhe 23, ha? Po, 23 dhe 27. Ka dhe për tjerët, po këto janë më masivet që përmendën. Po. 23 dhe 27 dhe ka dhe ca si puna ime që thonë 29 se... Edhe 23 ka qenë mirë, nuk... Po, edhe 23 ka qenë mirë. 23 sepse 23 ka pasur të lindjen e diellit që ka qenë kështu pa... E mirë ka qenë 23, me thonë drejtën. Njerëzit janë, dëgjoj, shumë interesante, janë shumë vigjilent dhe japin përgjigje. Është ndjesi. Kur thot selamun hiya hatta matla'il fajr, shumica e komentojnë këtë paqen me paqe shpirtërore, përveç elementeve të tjera. Po ku është bazimi në hoç, për shembull tefsiret e Kuranit, për shembull suratul Qadr? Ku është aludimi që është 29-27? Ja, tha gjë të bukur dje. Po, ka dy gjëra të bukura në fakt. Po mund ta përsërisim edhe një që kanë thënë se kam përcjell. Se janë dy gjëra, valla. Abdullah ibn Mesudi, Abdullah ibn Abbasi, komentuesi Abdullah ibn Abbasi. Nuk e kam pas sinqerisht. Abdullah ibn Abbasi është djali i Xhais pejgamberit alayhis salam. Dhe herë kur ishin bashkë, ishte i vogël, ka thonë Allahumma allimhu at-ta'wil wa faqihu fi ad-din. O Zot, mësoje atij tefsirin e Kuranit dhe jepi atij kuptim në fe. Sepse mund të dish nga feja, po s'ke kuptimin e saj. Prandaj shohim ca ne që din, po s'din, i bëjnë njerëzit rrëmuj, se nuk i është dhënë kuptimi i fesë. Po, nuk i sistemojnë librat. Nuk i sistemojnë dijen, nuk e sistemojnë. Dhe Abdullah ibn Abbas i thënë ka majt i hutbe, ka komentuar surën Nur. Ai bjerë minber xhamis tu komentuar surën Nur. Wallahi dëshmojnë ato që kanë qenë dëshmitar, gjithë bota ata që dëgjuat hutbe ishin po musliman. Ka pasi koment brillant, edhe është quajtur deti komentit Kuranit, deti dijes islame. Ai kur vjen puna dy gjëra i ka thonë kështu të lezetshme se i është dhënë kuptimi i Kuranit edhe ka dhënë përveç argumenteve që ka fol pejgamberi alayhis salam, ka dhënë dy argumente logjike dhe të bazuara në një metodë që nuk ishte profetike në sensin e drejtë për drejtë. Ka thonë Suratul Qadr i ka 30 fjalë. Fjala e 27 është, e 26 është selam, paqe, hije është për natën e Kadrit. Dhe kjo hije që flet për natën e Kadrit, pra paqe është ajo deri në agim. E 26 është selam. Fjala e 27 e kësaj sure është për natën e Kadrit dhe ka thonë, me që Zoti e ka vendos këtë fjalë të 27-ën, unë mendoj që nata 27 është nata 4. Një, Lejletul Qadri, se ti je brillant në arabisht. Inshallah. Fjala vllaim Lejletul Qadr, kjo fjalë ka 9 gërma. Inna anzalnahu fi Lejletul Qadr. Kjo Lejletul Qadr ka 9 shkronja. Wa ma adrake ma Lejletul Qadr. 2 herë. Lejletul Qadr. Ka thonë 3 herë nga 9 gërma, 937. Për Zotin po. Shumë interesant. Ka përveç atyre haditheve gjërave anses. Nuk është bazuar vetëm ke këto, po logjik. Është një logjik interesante kjo. Pastaj janë bërë libra mrapa, flas edhe kohët e fundit kodi matematike Kuranit. Ne përmendëm për shembull për ajetin e Kuranit, inna mathala Isa inda Allah. Mos më shif shumë me Kuranin, po jam praktiku se duket sikur si inteligjenca artificiale që i kujto kështu, po ideja është i kemi pas në Ramazan që i kam kaq të freskëta. Shembulli i Isait është si shembulli i Ademit, i tha bëhu dhe u bë, dakor? Në Kuranin famlar është shumë interesant.
Muhamedi se ka pas mendjen fare ke kjo. Se s'është autori i Kuranit. Dhe me të se do. Edhe me dash nuk shkon mendja. Kur i kanë numëruar sa herë është përmend Isai në Kur'an dhe sa herë është përmend Ademi, ka dalë 25 herë përmendet Isai, 25 herë Ademi. Sa. Pastaj kanë lind ato librat kodi matematik i Kuranit, kështu që duan pa me kujdes, po Zoti çdo gërm ato që e njohin mirë gjuhën arabe dhe ato që e dinë shkencat islame thonë çdo gërm me Kuranit ka vendin e vet. Kemi folën për Kur'anin, s'kemi folë. Për profetin i dham 10 argumente, tham do japim 50, pas dham gjë, dham 10 edhe i lam tjera se kemi pas tema, po për Kur'anin ka i sfidë, t'ja themi vëllezër edhe motra. Kemi boj i shamat në të dy. Po, ti se keni gjuhë këtë temë, se ke qenë Zvicër apo në Kanada atë ditë. Kush është shamat në Islam? Vjen Isai alayhis salam para sa vitesh? Para 2025 viteve. A jemi 2025 valla? A është era jon nga Isai mbrapa përpara është para erës son. Lutem valla. Po. Pejgamberi jon para 1450 vjetëve. Dakor? Tani, ne sam argument quhet shamat. Unë e luaj shahun valla, nuk e di, po online kështu. Po unë shahun nuk e luaj asnjëherë në jetë. Mësoj gjotë të re valla, po kjo është logjike se nga feja ti e mashallah, po kjo është logjik. E di çfarë shahu ti marrësh gurin tjetrit. E luaj online-un kur duhet që të kristalizohen mendje, të marrë çik fuqi mendore më shumë. Në jetë nuk e luaj asnjëherë se nuk lejohet me amor tjetër atë që e ka vetë. Mashallah. Po valla. Erdhi Isai para 2000 vjetësh. Muhamedi para 1450 vjetësh. Ky para 1450 vjetësh, ky giganti që quhet Muhammed alayhis salam, Mustafa me radhë emrat e tij. Ky tha jam khatem en nebiyin, ky tha jam vula pejgamberëve, është kështu? Po. Po mirë, ato që e mohojnë po, ku e ke pejgamberin më saj? Pse nuk doli njësi Isai edhe njësi Muhamedi që ta vazhdojshin me që këto po ja futshin kot. Me që këto po gënjeshin njerëzit. Atëherë kjo traditë do vazhdote, se ato larg ishin 600 vjet, dolën dy afërsisht Isai. Sot janë njerëzit më me ndikim për sa i përket fesë në botë, është kështu, pra, si me fakte konkrete. Tani 1450 vjet nga Muhamedi alayhis salam, ku janë? Shkenca po, zhvillimi po, teknologjia po, inteligjenca artificiale, ku është një njerëz si këto dy? Nuk ka, sepse këto ishin Zotit vërtet dhe ky e mbylli pejgamberllëkun. Përveç kësaj ka i shamat tjetër me Kur'anin. Kur erdhi Kur'ani, sa vjet ka? Sa pejgamberi? Thot nëse mendoni, sura Bekare. Lutem s'po e them origjinalin, po them kuptimin. Nëse mendoni që ky Kur'an po e sajon Muhamedi, po e shkruan Muhamedi, po e flet Muhamedi, bëni një Kur'an të përngjashëm. Po. I laca ko. Pyeta ChatGPT-n se bëj dot. Prit. S'ka ChatGPT që e bë. Dhe tani i laca ko. Zbriti ajeti tjetër. Qofse se keni bër, kur s'keni për ta bërë ju, edhe derisa të bëhet kiameti. Edhe vallai. I 1450 vjet. Po mi mos do u bote i libër si Kurani. Un jam pak i pasionuar mes librave. 2 bestseller librat e fundit që mund kujtohen që u shiten me milione ishte Kodi Da Vinci, që po ta krahasosh me Kuranin qesh nga mëngjesi në darkë, janë shit 40 milion kopje muhabet kot, krahasim me librin e Zotit, dhe Homo Deusi, që u bë bestseller për shumë kohë, ka ca vite, që tregon të ardhmen e njerëzimit. Ku i ke librat e tjerë që konkurrojnë me Kuranin? Ti shtoj do një argument kësaj që përmendet profetin Muhammed dhe Jezus, të dy nga dy vendet më të humbura të botës, që zvishin as nga një perandori e zhvilluar, as nga një gjë, një nga fshatrat kryefshati që u quhet Mekka me 50 shtëpi, 100 shtëpi. Po, që ziheshin për deve. Dhe Jezusin Isai në Betlehem katun. As në kryeqytet që ishte atëherë Kutsi, ishte Betlehem 10 kilometra larg. Po, dhe të dalësh nga këto dy vende kaq si fshatra dhe të ecësh përpara dihet që do të jesh prej Zotit se nuk çan dot. Daç se s'ke as taraf, s'ke as gjë. Ne me visin këtu i thoshim kur i ka çu letra Herakliut e gjithë që çudia moda, ai shiftet tjetri thotë, ai persist kisra thotë ço ky më tha. Ço ky më thën nga fshatra ata që më çon letër e udhi. Është triumfi i Allahut. Pra ne duket që është prej Allahut kjo gjë. Jo, më po shkoa sfid. Dil më zotëri, sfidoje, se ka për shembull njëri thotë, "Ama mami, po boje më tjetër që bëri ai. Mos rritu shajt, se është shumë vërtet. Si jem kafe. Hajde ulmim kafe, shajm njërin tani." Jo. Qofse ti do më gjyku tjetrin, e para analizoje dhe bëti diçka, ku është modeli jo. Dhe 1450 vjet, as i Kur'an s'doli dhe as i pejgamber si Muhamedi alayhis. A ke bënë ilahi shumë për nënën ti, ç'është? Për nënën? Aha. Ja, kompost një. Se
Ummi. Thot moderator, thot kërkoja e gëzonit Uma për nënën. Uma e shkruan kështu. Ummi, apo umme. Ummi. Ha, na kam të ndaj pjesa pa. Është po. Ose ila i çat dushti që ta mbyllim, se tham është pak si fest valla. Pak si fest. Jo, është pak e lirshme, domethënë si në formë feste, se kemi pas natë madhe, inshallah Zoti na. Po dhe refreni. Na i ruaj prindrit, na i lumturo, ata që shkuan na i mëshiro, ata që vinë na i ullëzo, smurët tanë na i shëro. Na i ruaj prindrit, na i lumturo, ata që shkuan na i mëshiro, ata që vinë na i ullëzo, smurët tanë na i shëro. Amin, 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 amin. Na bëj të dalim nga kjo dynja, me la ilahe illallah. Na bëj të dalim nga kjo dynja, me la ilahe illallah. Mashallah. Allahu ekber. Jo, se ne të dy morimi çik vesh edhe kështu nga arti, është je mashallah, s'ke diferencë live të tjerë dynjoja rriti përpunu e rriti i rregullu ti ta ka dhënë Allahu, mashallah vallë për Zotin e madh. Inshallah tash do përgatismi dhe do ilahi treja, se kam pauzu pak, ilahi në gjuhën shqipe. Edhe jam mirë më shumë kohët e fundit me Kur'an. Edhe kena forcu pak edhe kanalin ton të YouTube-s, edhe kena pas edhe projektet tona që i kena bo edhe në kanalin e Hoxhës. Edhe alhamdulillah Allah ka çu bereqet shumë dhe inshallah në tarmen, se më kam pyet shumë se s'po qet ilahi shqip. Do i bëjmë do ilahi shumë bukra me bashkëpunëtorët e mi që i kemi, mrekullueshëm. Kreshnikun edhe Fatmirin, i përshëndes nëse na shikojnë. Kështu që e di që do i qismi do ilahi shumë të mira. Po edhe nga që je zgjeru, nga që ke frenca nga gjithë bota dhe edhe kosh nga herë ti bosh anglisht e ti bosh arabisht. Po jam i bë anglisht, arabisht. Tani e fundit që kam unë. Do rishi çik më edhe nesër, pas nesër si e ke program? Unë i kam kry programet më gjitha. Shakon pas, kështu që nesër ikën. Ha? Apo do rish dhe nesër? Se di, mbarë, nuk më dihet më. Mi do ta lejmë kështu. Inshallah gjumi sumë. Do ta lejmë kështu. Jo, do ta lejmë kështu. Jo, nuk kam përshtypjen se jeni mbej mendime më të vendosin komentuesit. Atëri e gëzoni dhe nesër apo jo? Po me alon komentuesin ai ku sabau, se sa ke. Jo, lexojmë gjatë ditës me valla. Lexojmë, duan komentuesit 3 dhe gëzoni dhe nesër apo jo? Për mund e di që se vrasin mendjen se. Po, të pyes për ty servisin e di. Do doja qofse ty të ka dhënë Zoti Davutin. Po alhamdulillah. Se unë thash ta boft zonin si Davuti, po të ka dhënë dhe ideal që e ke qujt Davut, Zoti ta rujt pas jetën e gjatë e veprat mira. Amin ya rabbi faleminderit. Qofse malli për Davutin të lën të rish dhe i nat, do rri. Do jetë kënaqësi për ne. Qofse malli shumë, po ta vendosin komentuesit. Edhe komentuesit. Jo, komentuesit e vendosin. Dhe po mësojnë disa mesazhe brenda mundësisë, janë të kënaqur shumë me pamjet që keni bërë, Zoti ju shpërblesh. Çunat kanë qenë me dron, edhe po mbrana mundësisë sot më na i shpërnda. Edhe në faqet tona thjesht kënaqësi sot kur i shikoj. Zoti ja shpërblet. Edhe me regjin nga herë për shembull bravo, ke parasysh e futin një herë ashtu unë po e shifsha po më shijota. Ajo është po Instagrami nuk e ka plotësisht. Jo, e kam parasysh po kur del final po finale e kap edhe më bukur. Kështu që do t'i hudhim edhe në rrjetet sociale thjesht për të nda atë mirësinë dhe kam përshtypjen që ka qenë nata e kadrit edhe për shkak të masivitetit dhe Zoti gjithmonë i udhëzon njerëzit e vet aty ku e ka vendos edhe mirësinë e madhe. Kështu që po pati që jena u Zoti gjithësisë na falën na mëshirë. Shiko, po fillun komentet thon Fatmira Shabani po Mërgim Hoti thot do të rri thot. Merida po thot. Mashallah. Mimoza Sula po thot, Fisniku thot le të rri thot. Rrezik mirë që më thonë më po ti më çdo që i futrim. Jo ka i gjë që do le të rri dhe të këndoj ilahi thot. Po. Inel muslimin e muslimat, çfarë suri është? Ahzab. Për ne e kërkojnë Allah, kështu që duhet të rish patjetër. Nesër ke inel muslimin e muslimat. Inel muslimin e muslimat. Kjo ka qenë që ka pas bujen më të madhe do ta. Unë prap e bona këtë jetë kuranor, edhe sot një djalë erdh masi e krytëm namazin e natës, më përshëndet tha,
nuk di tha me lexu Kur'an, po i kam mësu tha shumicën e surëve që i ke lexuar, i Po, ke kënduar. mashallah, bëhet më e lehtë. Mu shpesh disa më kanë thënë pse po i bën surët e lehta, po kupton. Unë gjithmonë i kam bë surët El Ikhlas, El Falaq, El Nas, vetëm për vetëm m'ja u lehtësu njerëzve që sepse ato i dinë më mirë ata. E ke Mashallah, parasysh. Zoti ta shpërblet. Edhe Elhamdulillah shumë e njerëz sot i kam mësu këto surët. Vëllezërit Duke e i motrat dëgjuar. që na ndjekin në Exon kanë qef të rrim akoma se un jam 3000 në Instagram, po s'mund të rrim dot për sabaut. Që Ai Exoni kisa 90% do jetë inshallah të jemi Po, mirë. por nesër, valla. Komentet Nesër. gjithë po thonë po. Nesër inshallah këtu do jam unë iftarin hoxha nuk e di ku ma Ki jam. merak vllat, ti vetëm Din, do shpresh dëshirën çaj iftarin e do mundohemi të ta sa plotësojmë. ma thjesht, e di që thjesht kena Si qef. fyrin e hëngrëm si është fare vlla. Shumë Pak të thjesht, hajmë pak valla, iftarin. Me minze zonëm, si i thoni na sojna shangëm si fyr. Suflaq. Suflaki. Vëllezër, duhet t'i themi vëllezër dhe motrave që janë të shkëlqyshëm, i falenderojmë shumë që na kanë ndjek gjithmonë, janë me ne. Do mundohemi, po patëm shëndetin, të jemi deri ditën e fundit bashk për shkak të shpërblimit dhe mundohemi, Exon, e përsërisim gjithmonë me vëllezërit dhe motrat, kjo gjë, ky podcast dhe mundohemi gjithë veprat bëhen për hir të madhit Zot. Që Zoti na japi shpërblimin e mos na kthehen veprat në plur, ta bëjmë për kënaqësinë e njerëzve, kur Zoti na ka urdhëruar që t'i bëjmë këtë gjë. Ajo xhamia më po di, është afrua, po si është puna. Çekin e Nesër do ta shohim. Nesër do ta inshallah, se shtum. Sot ishte Na e festës. kujtove xhami. Kam qef me mona i lajm të mirë. Sa ngeli? 17, duhet ta mbyllim se edhe 17. Atëre po e mbyllim me tre gjëra. Xhamin në Podujev vazhdon akoma donacioni, kush të ketë dëshirë të kontriboj, i ka në numrat e llogarisë dhe vetëm ta cilësoj që është për xhamin Podujev. Janë hedhur për 2 fëmijë që presin të plotësohet shuma për t'u shpëtu. Është një fëmijë 6 muajsh nga Kosova dhe një tjetër 8 vjeçar nga Shqipëria. Dhe kush dëshiron, këtu besoj se futet edhe zekatet dhe gjërat, është për shtëpitë e jetimëve, që kemi marrë një nisëm që minimume do jenë edhe 5 shtëpi që kemi qejf të mbyllim këto 2-3 ditë. Inshallah. 5 shtëpi për jetimët dhe janë në raste. Edhe fitrat që i kanë hull Po, çunat edhe fitrat i keni i keni te Instagrami, ke Facebook, po do ta bëjmë dhe publike inshallah. Dash sot. Kush dëshiroi në këto ditë të fundit të Ramazanit që e gjen veten Inshallah. në kontribute, le të kontriboj edhe Zoti Inshallah. Amin. Kështu po mbyllim dhe këtë podcast. Fantastik me Exonin dhe me Visin. Mashallah. Dëgjohemi në nesër inshallah do Zoti jemi mirë me shëndet në podcastin e radhës dhe inshallah me komentet e juaj që e dëshironi Exonin ta kemi prapë. Selam aleikum. Aleikum selam.